Pa dyshim, unë thash që qëllimi politikanit është primar, që në fakt e definuar ndryshe mund ta them është ajo pyetja kryesore që vepron njeriu në diçka që është pseja, që është qëllimi. Megjithatë, ky qëllim do të mbeteshte i mangat në qoftë se nuk do të ndiqeshte edhe nga dy elemente tjera shumë të rëndësishme, që janë se si ta bëjmë këtë psen të mundur. Dhe këtu vinë në shprehje sidomos ato aftësitë profesionale që ti ke arritur gjatë studimeve, gjatë rritjes, sidomos gjatë përsosjes profesionale, sepse përveç dëshirës për të bërë diçka, padyshim që duhet edhe kompetenca, prandaj unë i shoh si shumë të lidhura të tre këto dilema, jo vetëm pse që është e qëllimi kryesor, po si dhe çka, për ta bërë të mundur që në tërësi funksionimi i një politikani, po jo vetëm politikani, i cili do profesionist të mundet jetë i kompletuar ashtu siç duhet jetë për të realizuar diçka konkrete për të bërë të mundur.